Vijon goditja ndaj veprimtarive kriminale, 4 të arrestuar për vjedhje dhe prodhim e shitje të narkotikëve, 3 të shpallur në kërkim për plagosje të lehtë me dashje dhe 1 i mitur i proceduar penalisht për vjedhje. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë në vijim të punës për zbardhjen e vjedhjeve të ndodhura më parë. Pas hetimeve intensive ndaluan shtetasit IY 27 vjeç dhe AJ 39 vjeç, të dyshuar për 2 raste të vjedhjeve në qytetin e Vlorës. Nga veprimet hetimore rezultoi se këta shtetas kanë vjedhur pajisje elektrike dhe sende të ndryshme nga një dyqan dhe një kopësht. Disa nga sendet e vjedhura u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e narkotikëve në Drejtori Vendore të Policisë Vlorë arrestuan një shtetas të mitur 17 vjeç banues në Piqeras, pasi gjatë kontrollit u gjet dhe u sekuestrua një sasi lënde kokainë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan shtetasin RV 24 vjeç banues në Sarandë, pasi gjatë kontrollit u gjet dhe u sekuestrua një sasi kokainë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë shpallën në kërkim dhe referuan materialet në prokurori për shtetasit NB 20 vjeç, LQ 20 vjeç dhe BO 18 vjeç banues së 3 në Sarandë, pasi më 13/3/2025 në lagje numër 3 Sarandë. Dyshohet se për motive të dobta kanë goditur me sende të forta dhe grushte shtetasin SM 22 vjeç banues në fshatin Metoq. Po nga specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë u referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për një shtetas të mitur 17 vjeç, i dyshuar për vjedhjen e një shume parash në një banes në Ksamil. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.